Rikonstruksioni i rrugës Gjon Gazulli në lagjën 3 Herojt është një tjetër projekt që po zbatohet në qytetin e Shkodrës në kuadër të programit të Bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës. Administratori i punimeve në këtë blok, Kardian Sallaku, shpjegon detajet e projektit, i cili përfshin asfaltimin e një sipërfaqeje deri në 2500 metra katror. Këtu mund të jenë 2000-2500 metra katror asfalt. Rreth 600-700 metra katror trotuare. Janë të bërë rikonstruksioni i komplet kësaj zone, ku në këto do hinjet me bë ujnat bardha, ujnat zeza, ujësjelës, në lishim, edhe në fund asfaltim. Investimet janë nga fondi i bashkisë, kanë marru përtush gjitha nën toka, gjitha punimet në nën tokësore kanë marru, me ujnat bardha, ujnat zeza, me tana janë marru, është kena fillu me bunë përdurat. Fillojmë me konfiguru rrugën dhe ta bëjmë gati për asfalt. Investimi për realizimin e këtij projekti arrin në 168 milion lekë të reja dhe shpresohet që brenda 2 muajsh gjithçka këtu të jetë përfunduar. Fondi është 168 milion të reja me të vëshe. Besoj që për 2 muaj e mbyllim, këtu ka qenë ujë i jashtëzakonshëm. Kena zgjidhur shumë probleme në këtë zonë. Nga ky investim përfitojnë qindra familje të zonës, si dhe biznese që veprojnë në këtë territor, për të cilin kishte shumë vite që qytetarët kërkonin të realizohej pasi gjendja ishte tepër e rëndë.